partive përkatëse. Po e nis me Partinë Demokratike dhe me Grigelsin, duke patur parasysh pritshmëritë që ju kishit në bisedat e fundit që kemi patur në studio, për të qenë pse jo në listë të mbyllur, për shkak të angazhimit që ju kishit patur në Partinë Demokratike, kontributit të dhënë, apo jo, por edhe rezultatit të korrur në primare. Kemi bërë një diskutim në lidhje me listat dhe ju kam shprehur gatishmërinë për të qenë në listë të hapur. Dhe jo vetëm këtu, por në disa emisione. Tani në fakt unë nuk e di pse kemi rënë në këtë kurth ne si gatishmëria është tjetër gjë dhe pritshmëria është tjetër gjë. Dhe prandaj unë listova të gjithë kontributin që ju kishit dhënë. Nuk e vën diskutim këtë pjesë, por do t'ja ushtoj çfarë ka ndodhur. E para, unë nuk ja u thashë ditë në emision, por unë përpara primareve ja kisha komunikuar kryetarit të partisë dëshirën time për të qenë listë hapur. Po pse? Edhe duhet t'ja u shpjegoj pse. Sepse e para nuk duhet bijem në këtë, kemi rënë gjithë në këtë mjegullnaj, listë hapur, listë mbyllur, listë hapur, që për fat keq e ka prodhuar politika, një sistem absurd në fakt. E mbyllim kaq, e lirojmë kaq, s'merret vesh asgjë. Por ti po hyn janë dy parti, në rastin konkret, dy partit më të mëdha, që është Partia Demokratike e Partia Socialiste. Partia Demokratike po hyn për të fituar zgjedhjet. Dhe nuk ka listë të hapur apo të mbyllur, ka vetëm një listë. Listë fituese apo jo. Disa janë fitues që pa hyrë ngar prandaj. Jo, nuk mund të jenë disa fitues përsa ko Partia Demokratike nuk largon... Pra janë deputet që pa hyrë në garë. Jo pra, nuk është kjo të jesh fitues. Jo, nuk është kjo të jesh fitues. Fitues është të largosh në 11 maj Edi Ramën. Ta largosh nga 12 vite të qeverisje. Kështu që në këta aspekt, unë po garoj për herë të parë në Parlamentin e Shqipërisë. Jam, të themi, kam një karrierë shumë të gjatë në politikë, por jo kaq shumë publike. Dhe nuk do të doja kurrësësi që derën e parlamentit të ma hapin të tjerët në hyrjen time të parë. Ju doni ta fitoni vetë. Kjo nuk është politikë. Kjo është të merren disa qoftë të rinj, qoftë të vjetër, dhe në pushtetin e kryetarit të partisë, në urdhrat e kryetarit të partisë, të vendosen dhe si ushtar të shkojnë gjithmonë në vendimet e kryetarit të partisë. Dhe aq më shumë kur këta njerëz janë njerëz pa kontribute politike, siç ka ndodhur ke Partia Socialiste. Janë njerëz që nuk i thon asnjë gjë publikut, që nuk i thon asnjë gjë politikës, që s'kan patur asnjë betejë. Shikoj gjithë listën e hapur përveç drejtuesit politik, gjithë listën e mbyllur Partisë Socialiste, përveç drejtuesve politik, janë njerëz që nuk i thon asnjë gjë politikës. Kjo nuk është politikë dhe kjo është defaktorizimi i parlamentit. Politika është garë, zgjedhjet janë garë, njerëzit përballen dhe pa diskutim që pa kaluar asnjë sprov në një garë të caktuar politike, ti nuk mund të jesh parlament, pasi bi që nuk je politikan. Kështu që në këtë aspekt unë i kam kërkuar kryetarit të partisë, e kam shpallur dhe përpara daljes së listës së mbyllur dhe më pas dhe asaj. Kështu që s'ishte surprizë për ju. Nuk ishte surprizë për mua. Është pranuar kërkesa juaj. Isha përgatitur për të bërë një betejë. Dhe betejën sot që bën me rilindjen është një betejë që duhet bërë vot për vot. Dhe betejën vot për vot nuk e bën listë mbyllur, e bën listë hapur. Kështu që nevoja që ka sot Shqipëria për një ndryshim, për një rotacion, është më e madhe se sa egot personale apo se vetvetja. Kështu që në këtë aspekt do të thoja që as nuk e kisha në pritshmëritë e mia, por nuk e kisha as në dëshirën time, pasi e mendova gjatë dhe vendosa të jem përballë dhe të luftoj vot për vot. Julinda, po ju pse vendosët?